Për gënjeshtrimin që SBA i bëri Partisë Demokratike mbi takimin e supozuar mes tij dhe djalit të presidentit Donald Trump, e komentoi edhe vetë kryesocialisti Edi Rama gjatë një takimi elektoral në Petrel, duke cilësuar një turp që ndikon në reputacionin e Shqipërisë. Kishte futur në lojë edhe familjen e presidentit Trump. Unë pas kisha bërë një përpjekje që të shkoja në Beograd, se në Beograd do shkonte djali i Trumpit, po kur shef që detyrohen njerëzit e familjes presidentit të Shtetit Bashkuar mohojnë këtë çmenduri, të vjen turp. Për kontratën e lobimit $6 milion të Sali Berishës për të hequr non grata në SBA, Rama tha se janë shkelur në flagrancë ligjet e Shqipërisë për donacionet. Pagesë nga ana e Kënetës për të pastruar damkën nga balli i bufit. Financohet nga një grup patriotësh. Kjo më kujton vjerrat dhe baxhanakët dhe krushqit e atyre prokurorëve dhe gjykatësve të korruptuar. Nuk kishin si justifikonin apartamente, thoshin këto mi ka duruar vjera. Kjo është në shkelje flagrante me çdo ligj të Republikës së Shqipërisë. Ironin Berishës nuk e ndau as për urdhrin që u ka dhënë të tij të mos dalin në media për këtë çështje. Kishte shpërndarë dhe një trakt. Të gjithë kandidatët e Kënetës nuk duhet shkojnë nëpër media, sepse nga që pas kam imponuar në të gjitha mediat që të flitet vetëm për këtë kontratën, dhe prandaj që të mos sposohet vëmendja e popullit nga programi i Shqipërisë madhështore. Do ta bashkojmë humorin dhe do të merremi se Ndërsa gjatë një tjetër takimi ku një banor ngriti shqetësimin e legalizimit të pronave përmes rishfetit, Rama kërkoi me ngulm të denoncohet me emër punonjësi. Ai do paguaj, pik marrë muhabeti, kushdo që tjetë, po ti do ta tregosh se kush është.